Ishte marrë më parë, unë do të mendoja që ishte një anti-ligj për mbrojtjen e jetës së qytetarëve shqiptar. Nuk jam dakord me juve, zoti Rapo, që thoni që mos nisemi nga mendimi populist. Nuk më ke kuptuar çfarë mendimi populist. Ju lutem të bëjmë edhe pak debat këtu, ta fillojmë që në fillim. Ne duhet të ngrem, do të luftojmë që të ngrihet lart mendimi qytetar. Dhe mendimi qytetar është vërtet që shpreh dhe përmes përfaqësuesve, që janë shoqatat, janë ambientalistët, por dhe drejt për drejt. Qytetarët janë dhe pjesëmarrës drejt për drejt. Për raste të tilla në botë ka protesta të mëdha. Në Shqipëri nuk bën lëvizje. Edhe kur bën lëvizje nga shoqatat, duken sikur kush e di çfarë po bëjnë. Kjo është jetike. Si mund të vinë plerat nga jashtë të vinë në Shqipëri? Pse i bie bota këtu? Cilat janë këto arsyet që kërkon të bjeri këtu? Pse si përpunon atje?